Lavdëruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndes me paqen e Krishtit. Mirë se keni ardhur në një tjetër takim të rubrikës Thesaret e Kishës. Ju flet Dom Shtjefni. Në takimin e kaluar folëm për domethënien e qëndrimit në këmbë gjatë meshës së shenjtë. Sot do të ndalemi te një tjetër qëndrim liturgjik që e bëjmë shumë shpesh, por ndoshta nuk e kuptojmë gjithmonë. Përse ulemi gjatë meshës? Shpesh mendojmë se ulja është thjesht një pushim ndërmjet pjesëve të ndryshme të kremtimit, por liturgjia nuk njeh gjeste pa kuptim. Edhe ulja e ka gjuhën e saj. Ajo është një qëndrim i dëgjimit, i meditimit dhe i përvetësimit fjalës së hyjit. Mendoni për një nxënës që ulet para mësuesit. Ai nuk ulet për të shpërqendruar, ulet për të dëgjuar, për të mësuar dhe për të kuptuar. Po kështu edhe ne, kur ulemi gjatë leximeve biblike përveç Ungjillit dhe gjatë homelisë, predikimit, ne marrim qëndrimin e dishepujve, e nxënësve që dëgjojnë mësuesin e tyre. Në Ungjil lexojmë se shumë njerëz uleshin për ta dëgjuar Jezusin. Ata nuk shkonin vetëm për të parë mrekullitë. Ata dëshironin ta dëgjonin fjalën që u jepte jetë. Edhe sot në çdo mesh Krishti vazhdon të na mësojë. Leximet nuk janë thjesht një hyrje për homelin, për predikimin. Ato janë fjala e gjallë e hyjit. Kur dëgjohet profeti Isaia, është hyji që flet. Kur dëgjohet shënpali, është hyji që na udhëzon. Kur dëgjohet psalmi, është populli që i përgjigjet hyjit me lutje. Prandaj, ulja nuk duhet të jetë një çast shpërqendrimi, nuk është koha për të shikuar telefonin, nuk është koha për të parë se kush ka hyrë në kish, nuk është koha për të menduar për punët e javës, është koha për të dëgjuar. Dikush ka thënë bukur, hyji na ka dhënë 2 vesh dhe një gojë që të dëgjojmë më shumë se sa flasim. Kjo është veçanërisht e vërtet në liturgji. Shpesh ne hyjmë në kish me shumë shqetësime, kemi pyetje, kemi plagë, kemi vendime për të marrë, dhe hyji dëshiron të na flas pikërisht përmes fjalës së tij, por nëse zemra jon është e mbyllur, mund ta dëgjojmë me vesh dhe të mos e dëgjojmë me zemër. Për këtë arsye, kur ulemi gjatë leximeve, është mirë të bëjmë një lutje të heshtur: O Zot, fol, sepse shërbëtori yt po dëgjon. Janë fjalët që i tha Iriu Samuel kur hyi e thirri. Sa bukur do të ishte sikur çdo besimtar ta fillonte kështu dëgjimin e fjalës së hyjit. Pas homelisë, domethënë predikimit, është gjithashtu mirë të ruajmë disa çaste heshtjeje. Nga njëherë jemi të prirur të mendojmë më njëherë për gjërat e tjera, por liturgjia na fton të meditojmë, të pyesim veten: çfarë më tha sot Zoti? Jo çfarë tha meshtari, por çfarë më tha Zoti nëpërmjet fjalës dhe predikimit. Ky është ndryshimi. Në mesh nuk shkojmë vetëm për të dëgjuar një njeri, shkojmë për ta dëgjuar Krishtin. Sigurisht, edhe këtu qëndrimi i jashtëm duhet të shoqërohet nga një qëndrim i brendshëm, do të ketë harmoni mes tyre. Mund të jemi ulur me trup, por zemra të jetë larg, ose mund të jemi ulur me një zemër të etur që pret me gëzim çdo fjalë të Zotit. Kjo është ulja që dëshiron liturgjia. Një ulje e mbushur me vëmendje, me besim, me dëshirë për të mësuar. Herën tjetër, kur të uleni gjatë meshës, kujtoni se nuk jeni një spektator, jeni një dishepull. Jezusi po ju mëson. Mos humbni asnjë fjalë, sepse ndoshta ajo që do të dëgjoni atë ditë është pikërisht përgjigjja që zemra juaj e ka kërkuar prej kohësh. Le ta përfundoj me një lutje. O Jezus, mësuesi ynë hynor, faleminderit që vazhdon të na flasësh.
në çdo mesh të shenjtë. Na jep një zemër të përvujt dhe të hapur për ta dëgjuar fjalën tënde. Largoj prej nesh shpërqendrimet dhe na ndihmo ta ruajmë në zemër gjithçka që ti dëshiron të na thuash. Bëj që të mos jemi vetëm dëgjues të fjalës, por edhe zbatues të saj në jetën tonë të përditshme. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Faleminderit që ishit me ne në rubrikën Thesaret e Kishës. Deri në takimin ton të ardhshëm, mos harroni, sa herë që ulemi për të dëgjuar fjalën e hyjit, ne ulemi si dishepuj pranë mësuesit më të madh, Jezu Krishtit. Zoti ju bekoft.